Çfarë kuptimi ka për ju koncerti Supernova dhe pse ky emër? Kuptimi e koncertit është një ëndër që më në fund më ka bo realitet, mas 19 vite karrierë dhe emri Supernova, kure, kure kom dëgju dhe kom shiku sa këngë kam bo gjatë karrierës, e cila këngë e përshkruan mas miri Dafine prej fillimit dhe në fund, ka qenë kënga Supernova dhe vetë kuptimi i fjalës Supernova. Nëse mund t'i përmendim dhe njerë, cilët do t'jenë artistët që do të ngjitet në skenë bashkë me ju në Tiranë? Ka me qenë Relindi, Emra Bra, Pejti, Matolale, Marini, Dyton, Ricky Rich, BM, kom haruna e kanë? Jo, fix. Dafina ka shku më shumë me emra trend të momentit apo me emra që kanë qenë bashkë me ty që nga fillimet e karrierës? Pak emra që kanë qenë prej fillimit, se tash ka shumë. Tani kena dasht edhe me shku me do emra tri, që vetë sa e kanë fillu karrierën e tyre. Për të mbështetur artistët e rinj. Po edhe për të mbështetur edhe mendoj që e meritojnë, se e kanë du këngë shumë të bukra, si artistat të Shqipërisë dhe të Kosovës. Edhe po më vjen mirë se unë jam të përjetu ëndrën tem, më thonë për herë parë tash e kime pas disa Supernova shows, po është hera e parë në Tiranë që e bojmë një koncert e tillë dhe po më vjen mirë që edhe ata janë pjesë e kësaj rrugtimit. Po. Do t'jetë në Tiranë? Jo, se tani nuk fol kërkush për mu mo. Kështu që ai ka menaj me vjerit qëtarë. Ai mundet me nakëshin prej gjamit, në ashtë në qëllë se nashe. Për të ndalë të mëmësia, si është të jesh mami dhe artiste në të njëjtën kohë, disa nga vështirësitë, kënaqësitë më të mëdha që të ka sjell ky status i ri në jetën tënde? Ndjenja është e papërshkrueshme, është ndjenja më e mira në botë. Është mu më ka mush me plot jetë, më ka mush mi ka hek do vite, po mdoket, më ka përtri djali, jam obsessed me plot kuptimin e fjalës me to, është shumë qënë i këndshëm, i mirë, i dashur, my best friend. Po normal që unë Në aspektin e karrierës, domethënë. Në aspektin e karrierës është shumë bukur se më inspiron pak ma ndryshe. Çdo gjë e re normal që të inspiron. Vështirësi normal që ka shumë gjëra që e marrin pak ma shumë kohë që tash me organizu. Po flas në atë aspektin kur bona gati, për shembull poshtë e pata që tash të bugati marrë këtu më taku me juve dhe më kërkon shumë here, duhet me bo pauza, me lujt me ta dhe normal edhe kur bom gati për gjona tjera, jetu bo gati për 2 persona. Kështu që qajo ndoshta pak blokon, po për ndryshe jam të ishiju maksimalisht. Kush do t'jenë projektet e reja të Dafinës në muzikë, qoftë në koncerte, qoftë në këngë të reja, bashkëpunime? Mund na zbulosh diçka? Këngë të reja ka, dhe si cila ka muj me thonë që e ka stilin komplet ndryshe nga njëra tjetra. Edhe po ta zbuloj ty një sekret, po jemi të përgatitur për në album për 2027-ën, po që to këngë që kemi me qitë 2026 nuk ka të bëj me qatë album. Epokë e re. Epokë e re, po. Një emër të ri, në album, në tour 2027, kismet, kështu që veç jam shumë e lumtur me projekte dhe besoj që këto këngë të reja kanë me kap njerëz që i pëlqen stilat e ndryshme në moshat e ndryshme. Suksese. Në qoftë se na lejon një pyetje nga Ferma, ka pas shumë mbështetje nga ana e një nga protagonistëve të këtij edicioni, Mimoza Ahmeti. Si e ke parë këtë? Nuk e kam parë shumë, kom pa në disa momente dhe më ka pëlqy vetëbesimi me tregu si drejt, se e kom vrejt që të na përgjithësinë shqiptari kemi shumë komplekse. Besoj që ka të bëj shumë me kalume, është diçka që kemi në gjak besoj dhe po shpresoj që njerëz kanë me pas guxim ma shumë me qenë vetvetja dhe me thonë ata që e ndjejnë dhe në qatu momente mu ka duk që Mimoza e tregon
qatë pjesë. Karakteristik. Po qatë karakter, kështu që e bona qatë potez mja dërgu dronin edhe pse kur njët se kom bo qatë lloj mbështetje dhe po besoj që u konë një hap i duhur. Okej, faleminderit edhe Ne jemi si po presim me qenë pjesë e koncertit, ka qenë Prishtinë në fund jetorit, po fatkeqësisht aty s'kemi mujt me qenë prezent, e na ka mbet një pikë shumë e madhe, kështu që kur na tha Dafina që po vime në Tiranë, na me njëherë e kemi rezervu 15 majin. Gjithësisht, me shumë qef. 2 fjalë për Krishnikun. Krishniku s'ka burr më të mirë. Shout out to Krishniku saj s'ka që me dal kamera, po është një njeri që rrin prapa skenave dhe është shumë punëtor i madh, kështu që edhe unë minzi po pres. E kohët fundit na ka rënë me orë në Tiranë pak më shpesh, o kana pëlqen. E na të diskutu, a kishim mujt me jetu në Tiranë? A kishit mujt me jetu në A Tiranë? kishim mujt me, nuk e di, Nuk e di. shumë njerëz, edhe pse edhe në Prishtinë ka, po ta shohim. Duke ardhur në koncerte gjithmonë më shumë. Po qështu koncerte pak me punë, nashti mos mesim krejt tu, se dim, po Dafinësit i urojmë shumë fat nesër, nuk dyshojnë atë pjesë, kështu që Si ishte ajo puna e një pashit? e kem si familjare. Ajo ishte më shumë formë shakaje, se nuk është jo. se kemi lidhje Jo, familjare me jo, jo. Dafinën. Okej. Shoqënore. Ma e pakta që mune me bo për ta, për mbështetjen që edhe ajo na ka bo neve, është me ardhë edhe me qenë pjesë e koncertit edhe me shiu një super show që ka me sjell Dafina. Tani për të ndalë pak te ky trendi që keni sjellë, se keni qenë ndër çifte që ka hyrë më shumë me këtë trendin e videove virale. A ka pas çifte të tjera mbrapa që janë frymëzuar? Pa që tash me thonë po, është pak shumë egoiste, shëqyrë që jena krejt, se tregu rritet bashkë, se na TikTokun edhe shumë qite tjere dhe shumë persona tjere kanë bo biznes. Kështu që unë nuk mendoj që të më konë vishë një ose dy, po sa ma shumë tregu rritet, edhe na kena bashkëpunime edhe me njerëz tjerë. Konkurrencë e shëndetshme. Sakt, jo, nuk ka konkurrencë, secili e ka të shkru me ata të vetën, kështu që sa ma shumë aq ma mirë se ka për krejt. Edhe mendoj që bota e medjave, sidomos medjave sociale, është e hapur për krejt, ka vend për krejt, kështu që kushdo që i hapet rruga edhe shet që ka pëlqim nga audienca, është i sinqert, është real, atëherë mendoj që ka më pranu për njerëzve. Konzert më shumë lek nga si fotograf apo si po themi TikToker? Nashtin TikTok? Se ke ka parë të TikTokit. Si fotografe ka sezonën atë fokusume, ka TikToku është gjithë kështu që e maj me TikTokun. Kur e nisët në fillim, e menduat që do ishte kaq e madhe? Jo, më çfarë unë e kum rrejt me dalë para kamerave, nuk më ka pëlqyer hiç. Unë me pranverën, derisa na ka lind djali, 2 herë kena bo foto. Jem shumë, hiç nuk nina mirë para kamerave. Po Nuk është një mirë, se tash një mirë. gjithmonë po, unë prapë mendoj që nuk nina mirë, po jo, tash më shliruar. Diskutohet ndihem apo s'ndihem është punë. Karrierë këtë rastisht, do të thonë nuk kam plan kur në jetë nuk kisha besuar që unë na realisht çashtu jena, sikur në TikTok, përveç se nuk i tut na çaj shumë. Sa duket, po na jena çashtu edhe çashtu e kena bënë TikTok 2-3 dhe kanë Mi çon burri gjithë ato videot. edhe ka rëzdu që na me orë tu jena, po gjithmonë të qenë sa ma real edhe besoj që kjo është qelësi suksesit për gjithë shka, po sidomos për njerëz që dalin edhe e shesin fytyrën e vet para tjerëve, është më qenë real se njerëz të gjejnë veten te ti. Sikur hajgare, sikur kur jep diçka, kur promovon diçka të më qenë sa më real. Për të ndalë te djalë, një vjen pyetje e shkurtë. Domethënë këto shkëputjet tuaja janë më të menaxhueshme tani që ta lini atë nën kujdesin e personave të tretë. Po, e kemi... Me KL kur largohen. Prindë e mi jetojnë në Prishtinë, prindë e Marjat jetojnë në Gjakov, kështu që neve na duhet gjithmonë e kem ndihmën e mamit tem edhe të babit, se janë shumë më afër Janit. Sot për shembull e patëm qerdhe, kanë shkuar ata, kanë marrë. Fatmirësisht nuk e ka shumë problematike Jani nëse nuk na sheh në ditë ose dy, se ka një raport shumë të mirë me dy palë gjyshrit edhe dy palë familjet, kështu që fatmirësisht i falenderojmë shumë në këtë rast edhe familjet tona se na gjenden shumë në këtë rast, se është një ndihmë shumë e madhe padyshim për neve. Faleminderit dhe sukses. Gjithashtu edhe juve, faleminderit.